nuk e di, po në datën 16 maj, javën tjetër, unë të ftoj ty të shikosh nga Tirana, nëse je jashtë shtetit, ose të vish në Tiranë nëse je në Shqipëri, dhe ta shohësh me kë kam mbetur në 16 maj, në sheshin Skënderbej, aty nën hijen e Kalit dhe të heroit tonë kombëtar, do të vinë të gjithë udhëheqësit e kontinentit evropian, jo të Bashkimit Evropian, të kontinentit evropian. Të gjithë do të jenë aty, në sheshin Skënderbej. Okej? Shqiptarët janë në drejtën Zotit, edhe në të drejtën e të Zotit shtëpisë, të ankohen sa ta shohin të nevojshme. Shpreha e pakënaqësisë tregon se ka jo vetëm vend për më shumë, por ka edhe ambicie për më shumë. Unë jam vetë i pakënaqur. Jam shumë i pakënaqur në shumë gjëra dhe prandaj jam edhe shumë ambicioz për t'i bërë gjërat më mirë. Dhe pa diskutim që shqiptarët nuk duan vetëm të vuajnë, por shumica e shqiptarëve e sheh ndryshimin, sepse e prek ndryshimin, sepse jeton me ndryshimin dhe sepse ndjen në radh të parë atë gjë shumë të madhe që ka ndodhur. Ka ndodhur diçka shumë e madhe, Angela, që nuk ka ardhur nga qielli, por ka ardhur si rezultat i përpjekjes dhe i mbështetjes madhe të shqiptarëve për këtë përpjekje, që është që shqiptarët sot nuk janë më njerëz që shihen si njerëz pa asnjë vlerë. Shqipëria sot nuk është më një vend që konsiderohet një vend pa asnjë vlerë.